Shoqata Rrënjët Shqiptare për të tretin vit radhazi festoi të premten që kaloi me 19 dhjetor festat e dhjetorit të fundvitit 2025 duke u bashkuar të gjithë pjesëtarët e saj në 5 periferi nga një fillim modest me 50 nxënës o Rrënjët Shqiptare numëron mbi 300 fëmijë pjesëmarrës dhe vazhdon të rritet një dëshmi e qartë e besimit e përkushtimit tek komuniteti edukativ në këtë mision kulturor dhe edukativ. Kjo rritje e jashtëzakonshme nuk erdhi rastisht, është fryti i një pune të palodhur, organizimit vazhdueshëm dhe një vizioni të qartë drejtues. Gjatë vitit 2025, shoqata Rrënjët Shqiptare u zgjerua ndjeshëm, duke kaluar nga 2 në 5 vendodhje aktive në State Island, Queens, New Jersey, Bronx dhe Brooklyn. Në secilin prej këtyre vendodhjeve u hapën, u siguruan dhe u funksionalizuan hapësira të reja ku zhvillohet rregullisht orë të kërcimit të gjuhës shqipe, duke bërë të mundur përfshirjen e qindra fëmijëve shqiptar. Ky zgjerim dhe forcimi i shoqatës u bë i mundur fal bashkëpunimit të ngushtë mes presidentit të shoqatës Marko Kepit, drejtoreshës ekzekutive dhe thesariere Bedrana Duka, përgjithsisht për këtë kontribut të jashtëzakonshëm për përkushtimin e saj të pandërprer. Bedrana Duka u nderua me çmim në fund të mbrëmjes nga stafi i shoqatës Rrënjët Shqiptare. Performancat artistike të shfaqjes në të gjitha vendodhjet ishin të arrira dhe mbanin vulën profesionalet koreografës së nderuar Angelina Nika, kërcimet të përfaqësonin zona të ndryshme shqiptare nga jugu në veri, nga treva si Dibra, Tropoja, Ana e Malit, Kosova, Uqini, Shqipëria, Mesme, Elbasani, Tirana, Dardha, Çamaria, duke sjellë në skenë një mozaik të pasur kulturor. Në veçanti dallohen edhe mësueset dhe stafi artistik, Ilona Zalli, Driola Brahimi Çurovic dhe Bardha Beshku. Përveç bordit drejtues, një rol thelbësor patën drejtorët e vendodhjeve të cilët punuan me përkushtim, mes tyre Liliana Gjata, Sonjela Came dhe Pranvera Malvataj. Një njohje veçantë i tha dhe Bersan Marku dhe drejtori i Trenovës, pronar të Plum Tornado Pizza, të cilët kontribuan bujarisht për të duruar dhe siguruar ushqimin për këtë aktivitet.